Ramush Haradinaj, lideri i AK-s, është arrestuar në aeroportin e Brnikut në Sloveni, teksa kthehej nga një vizitë zyrtare në Berlin. Haradinaj është ndaluar bazuar në një fletarest të autoriteteve të Serbisë të lëshuar në vitin 2006. Ish-kryeministri i Kosovës është shprehur i revoltuar për këtë arrest të tij. Ai ka refuzuar të dalë përpara gjykatës së Kranjit me argumentin se pavajsinë e tij për akuzat e shënuara në këtë fletarest të 9 viteve më parë e ka dëshmuar ndërkombëtarisht në Hag. Nuk kam asgjë me sistemin e drejtësisë slovene as atë ndërkombëtare, ka thënë Haradinaj pas ndalimit. Mëtej, lideri i AK-s ka kërkuar nga autoritetet slovene të pastrojnë sa më parë sistemin nga ato që ai ka cilësuar si reliket shpifse të Beogradit, që datojnë që nga viti 2004 dhe ende sot konsiderohen si të vlefshme. Ai tha se kjo sjellje është një fyerje jo vetëm për të, por edhe për Kosovën. Aktualisht Haradinaj mbahet i ndaluar në aeroportin e Ljubljanës deri në sqarimin e kësaj situate, në cilën është përfshirë në rrugë diplomatike dhe qeveria e Kosovës. Ndërkohë rreth 30 aktivistë, deputet dhe zyrtar të AK-s kanë tubuar përpara ambasadës slovene në Prishtinë, duke cilësuar si të turpshme këtë ngjarje.